Kujdes. Gjysma e dytë e majit nuk është ajo që mendoni. Ndaloni gjithçka. Nga sot, 16 maj, deri në fund të muajit, universi po riorganizon pozicionet e tij. Ky nuk është thjesht një parashikim, është një alarm energjik. Një cikël 12 vjeçar po mbyllet për disa, ndërsa për të tjerë, pasuria po troket në derë. Do t'i rendisim shenjat sipas forcës së ndryshimit që po vjen. Qëndroni deri në fund, sepse shenja e fundit që do të përmendim do të ketë tronditjen më pozitive që ka përjetuar ndonjëherë. Grupi i parë. Lajmet e papritura. Ndryshime në plane dhe vendime. Binjakët. Binjak, bëhuni gati sepse sezoni juaj po nis me një shpërthim energjie që nuk e kishit parashikuar. Pas datës 21 maj, kur dielli hyn në shenjën tuaj, do të ndjeni një dëshirë të papërmbajtshme për të ndryshuar gjithçka që ju ka mbajtur peng deri më tani. Një bisedë e thjeshtë në mes të rrugës ose një telefonat e papritur do t'ju hap një derë që mendonit se ishte e mbyllur për gjithmonë. Ky është momenti për të komunikuar idetë tuaja më të guximshme, sepse universi po dëgjon me vëmendje çdo fjalë tuajën. Mos kini frikë të lini pas të vjetrën, sepse ajo që po vjen është shumë më e madhe se ajo që po humbisni. Fati është në anën tuaj, prandaj besoni te intuita juaj e mbretët dhe veproni shpejt. Virgjëresha. Virgjëresh, gjysma e dytë e majit do të jetë periudha ku detajet që keni planifikuar me muaj të tërë do të marrin formë në mënyrë të rrufeve. Një lajm që lidhet me karrierën ose një projekt personal do t'ju lërë pa fjalë rreth datës 24 maj. Keni punuar fort në heshtje dhe tani është koha që universi t'ju shpërblej publikisht. Kini kujdes nga një person që do të rikthehet me një ofertë. Vlerësoni me ftohtësi pasi emocionet mund t'ju mjekullojnë gjykimin. Shëndeti dhe energjia juaj do të jenë në kulm, duke ju lejuar të mbyllni detyrimet e mbetura pezull. Ky 15 ditësh kërkon precizion dhe besim te vetja. Mos lejoni askënd të dyshojë në aftësitë tuaja, sepse ju jeni arkitekti i suksesit tuaj të ardhshëm. Jeni gati për triumf? Dashi. Ju jeni shenja e veprimit dhe kjo gjysmë e dytë e majit do t'ju kërkojë të jeni më shumë se kurrë në lëvizje. Një projekt që ishte bllokuar do të marrë një shtysë të papritur nga një bashkëpunëtor i ri. Energjia e Marsit po ju jep forcën për të kapërcyer çdo pengesë, por bëni kujdes me nxitimin rreth datës 20 maj. Një mesazh i rëndësishëm që vjen nga larg do t'ju bëjë të rishikoni një vendim të marrë në fillim të muajit. Ky është momenti i duhur për të investuar kohë në marrëdhëniet shoqërore, pasi një misi e re mund të kthehet në një mundësi të ardhë biznesi. Mos e neglizhoni pushimin, sepse mendja juaj ka nevojë për qetësi që të shkëlqejë. Universi po ju përgatit për një kthes rrënjësore. Peshorja. Peshore, ekuilibri juaj i famshëm do të testohet këtë gjysmë të dytë të majit nga një lajm i papritur në rrethin tuaj familjar. Një çështje e vjetër pronësie ose një diskutim i lënë pas dore do të rikthehet në qendër të vëmendjes rreth datës 22 maj. Megjithatë, mos u shqetësoni, sepse Venusi po ju mbron dhe do t'ju udhëzojë drejt zgjidhjes më të mirë për të gjithë. Në aspektin emocional, një person që keni kohë pa e parë do t'ju kontaktojë, duke sjellë nostalgji, por edhe një mundësi për të sqaruar keqkuptimet e vjetra. Ky është muaji i pastrimit shpirtëror për ju. Pranoni të vërtetat që dalin në dritë dhe mos u përpiqni t'i fshini ato në rrugis. Pas kësaj stuje të vogël, do të ndjeni më të lehtë dhe më të lumtur. Grupi i dytë. Bolluku financiar. Para, fat dhe fitore. Demi. Periudha juaj e mrekullive vazhdon edhe në gjysmën e dytë të majit, por me një fokus të rreth të financat. Një investim i bërë kohë më parë ose një bonus i papritur do të shfaqet në llogarinë tuaj rreth datës 25 maj. Ju jeni shenja e stabilitetit dhe tani universi po ju jep mjetet për të ndërtuar sigurinë që keni ëndërruar. Mos u tregoni impulsiv me shpenzimet, por përdorni këtë bollëk për të përmirësuar cilësinë e jetës suaj në plan afatgjat. Një mundësi e re pune ose një rritje page mund të diskutohet në ditët e fundit të muajit.
Qëndroni me këmbë në tokë dhe vazhdoni të punoni me atë këmbënguljen tuaj karakteristike. Ky është vetëm fillimi i një epoke të re pasurie për ju. E pranoni këtë fat? Luani. Luan, shkëlqimi juaj nuk ka të ndalur dhe gjysma e dytë e majit do t'ju vendos në qendër të skenës financiare. Një projekt kreativ ose një ide që keni prezantuar do të marrë miratimin e personave me influencë rreth datës 23 maj. Parat do të rrjedhin nga burimet që as nuk i kishit imagjinuar, duke ju dhënë lirinë për të realizuar një dëshirë të vjetër. Megjithatë, mbani mend se me fuqinë e madhe vjen edhe përgjegjësia. Ndihmoni dikë që ka nevojë dhe kjo energji do t'ju kthehet e dyfishuar. Në dashuri, karizma juaj është magnetike dhe dikush do t'ju bëjë një dhuratë mjaft të kushtueshme. Mos e ulni kokën, sepse kjo është koha juaj për të dominuar. Gjithçka që prekni këtë 15 ditësh do të kthehet në flori. Briqapi. Disiplina juaj e hekurt më në fund po përkthehet në shifra konkrete. Gjysma e dytë e majit sjell një kthes spektakolare në aspektin tuaj monetar, sidomos rreth datës 27 maj. Një kontratë e rëndësishme ose një mbyllje me sukses e një marrëveshjeje ligjore do t'ju sjellë qetësinë financiare që keni kërkuar prej vitesh. Ju nuk jeni nga ata që mbeten te fjalët dhe universi e vlerëson këtë fakt duke ju hapur rrugë që deri dje ishin të bllokuara. Mund të keni një ftesë për një udhëtim pune që do të jetë shumë fitimprues. Besoni te përvoja juaj dhe mos u lëkundni nga opinionet e të tjerëve. Ky është momenti juaj për të korrur frutat e mundit të madh. Suksesi juaj është i pashmangshëm këtë maj. Shigjetari. Shigjetar, fati juaj po vjen nga horizontet e largëta këtë gjysmë të dytë të majit. Një mundësi për të fituar para përmes bashkëpunimeve jashtë vendit ose përmes teknologjisë do të shfaqet papritur rreth datës 20 maj. Ju jeni shenja e aventurës dhe këtë herë aventura do të jetë financiare. Një loj fati ose një gjetje e papritur mund t'ju ndryshojë humorin në çast. Jupiteri po ju dhuron një dozë shtesë optimizmi, duke ju ndihmuar të shihni mundësi aty ku të tjerët shohin vetëm probleme. Mos e humbisni fokusin duke u marrë me thashetheme, por përqendrohuni te rritja juaj personale. Një lajm i mirë për një rritje të ardhurash do të vijë në fund të muajit. Hapni krahët dhe pranoni bollkun që universi ka rezervuar posaçërisht për ju. Grupi i tretë. Kthimet e mëdha. Dashuri, karmë dhe shpirtërore. Gaforja. Gafore, përgatituni për një përmbytje emocionesh pozitive këtë gjysmë të dytë të majit. Një dashuri e vjetër ose një person që ka lënë gjurmë të thella në zemrën tuaj do të rikthehet me një kërkesë faljeje ose një propozim të ri rreth datës 26 maj. Intuita juaj do t'ju thotë menjëherë nëse duhet të jepni një shans të dytë apo jo. Ky është muaji i shërimit të plagëve të vjetra dhe i gjetjes së paqes brenda familjes. Një sekret që keni mbajtur do të zbulohet, por çuditërisht kjo do t'ju sjellë çlirim dhe jo shqetësim. Energjia e hënës po ju bën më të ndjeshëm, por edhe më të mbrojtur. Besoni te forca e shpirtit tuaj dhe mos harroni se jeni të denjë për dashurinë më të pastër. Akrepi. Akrep, karma po punon për ju këtë 15 ditësh në mënyra që do t'ju lënë pa frymë. Ata që ju kanë bërë padrejtësi do të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ndërsa ju do të ngriheni si feniksi nga hiri. Rreth datës 24 maj, një e vërtetë e madhe do të dalë në dritë, duke ju dhënë të drejtë për gjithçka që keni pretenduar. Në dashuri, pasioni do të jetë në nivele ekstreme. Një lidhje e re mund të nisë me një intensitet që do t'ju ndryshojë perceptimin për romancën. Ky është momenti për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella, sepse universi është në dispozicionin tuaj. Mos u mbyllni në vete, por dilni dhe kërkoni atë që ju takon. Fuqia juaj transformuese është arma juaj më e fortë këtë muaj. Ujori. Kjo gjysmë e dytë e majit do t'ju sjellë një kthim të rrënjët tuaja shpirtërore dhe një zgjim të fuqishëm të vetdijes. Një projekt që e kishit lënë për gjysmë vite më parë do të rikthehet në vëmendjen tuaj me një vizion të ri dhe shumë më të qartë.
Rreth datës 28 maj do të keni një takim që do t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni të ardhmen tuaj. Ju jeni vizionari i zodiakut dhe tani po merrni kodet e reja nga universi për të ecur përpara. Në rrethin shoqëror, një mik i vjetër do t'ju kërkojë ndihmë dhe kjo do të jetë prova juaj e madhe e bujarisë. Parat do të vinë si rrjedhojë e ideve tuaja geniale. Qëndroni autentik dhe mos u dorëzoni para vështirësive të vogla, sepse mrekullit po ndodhin tani. Peshqit. Ju jeni shenja e fundit, por me ndryshimin më bombastik të këtij maji. Një cikël i vështirë karmik që ka zgjatur për shumë kohë po mbyllet përfundimisht rreth datës 30 maj. Ju po kaloni nga errësira në dritë në mënyrë të menjëhershme. Një ëndër që keni parë do të bëhet realitet brenda 48 orëve të ardhshme, duke ju vërtetuar se universi nuk ju ka harruar kurrë. Një lajm për një shtatzëni, një martesë ose një bashkim të madh familjar do t'ju mbush syt me lot gëzimi. Ky është muaji i mrekullive hyjnore për ju. Lini pas çdo dyshim dhe çdo frikë, sepse jeni të bekuar dhe të mbrojtur. Çdo sakrificë që keni bërë do t'ju kthehet në mira bekime. Ky është momenti juaj i ardhur. E dëgjuat? Kjo gjysmë e dytë e majit nuk po luan. Universi ka folur dhe tani topi është në fushën tuaj. Cila ishte shenja juaj? Shkruajeni në komente dhe mos harroni të shkruani fjalën, e pranoj për të aktivizuar këto bekime në jetën tuaj. Nëse kjo video ju dha shpresë, shpërndajeni me dikë që ka nevojë për një dritë në fund të tunelit. Shihemi te videoja tjetër, ku do të zbulojmë edhe më shumë sekrete të universit. Paqe dhe dritë për të gjithë ju.